Selamu alaikum, vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve në këtë ditë të bukur të vikendit nga ky vend i bukur. Padyshim sa që lexojmë Kur'anin gjejmë në të shumë margaritar dhe njëri prej këtyre margaritarëve është që numri për herë të parë që është përmendur në Kur'an është në surën El-Bekare, pra surja e parë është sura El-Fatiha, surja e dytë sura El-Bekare. Në ajetin e 29 Zoti xhaleshanu e ka përmend për herë të parë numrin dhe atë ka përmend numrin 7. Në ajetin e 29 thotë Zoti fesawahunna sab'a samawat. Zoti ka bërë ato 7 palë qiell. E çuditshme është që këto sab'a samawat, do të thonë janë 7 shkronja, pra 7 qiell. Përbën prej 7 shkronjave dhe këto dy fjalë, do të thonë e tregojnë për herë të parë numrin në Kur'an. Ende edhe më e çuditshme është që numri që është përmendur në Kur'an për herë të fundit është pikërisht numri 7 në surën Nebe. Zoti xhaleshanu u thotë wa banayna fawqakum sab'an shidada, dhe kemi ndërtuar mbi ju 7 qiell të fortë. Ende edhe më e çuditshme është fakti që prej surës El-Bekare deri tek surja Nebe, mes këtyre dy sureve gjenden edhe 77 sure të tjera. Pra mes dy shtatsheve janë dy shtatshë tjera, 77. Kjo informat ose kjo mrekulli padyshim është njëra prej mrekullive të shumta të Kuranit, të cila mrekulli neve gjithsesi na bojnë që sa më shumë me lexu fjalën e Zotit dhe me nxjerr sa më shumë margaritar nga libri i Zotit. Ju përshëndes me këto pamje të bukura, duke lutur Zotin e Madhreshëm që të jeni shëndesh e mirë dhe t'ju mbulojnë të mirat e Zotit. Zoti ju ruaj, selam aleikum.